Disa gropa të thella të krijuara në magjistralen Mitrovic-Skënderaj kanë tmerruar shoferët. Vetëm ditët e fundit janë dëmtuar 10 vetura në ditë, duke mbetur në rrugë, sidomos gjatë mbrëmjes kur s'ka dukshmëri. Shumë qytetarë kanë raportuar se kishin mbetur në rrugë pasi kanë dëmtuar gomat në këtë grop të madhe. E pas disa raportimeve në vendngjarje ka dalë kompania për mirëmbajtje të rrugës. Ata kanë mbuluar gropën e rrezikshme me asfalt dhe e kanë gjeshur, duke mbyllur rrezikun që dëmtoi shumë vetura. Të njëjtët punëtor janë parë gjatë gjithë magjistrales Mitrovic-Skënderaj, duke provuar që t'i mbyllin gropat e shumta dhe të rrezikshme që ishin hapur së fundmi.